Të njëjtën më 8 maj ora 16:30 Partia Socialiste zhvillon në Vlorë mitingun përmbyllës të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit. I pranishëm e socialistëve do të jetë edhe kryetari i Partisë Socialiste Shqiptare Edi Rama. Gjatë kësaj të mërkure në një intervistë të dhënë për televizionin 6+ nga Vlora, bashkëkryetaria e Partisë Socialiste të Vlorës Vilma Bello thekson se për Partinë Socialiste kjo ishte një fushatë shumë e bukur dhe me një vizion të qartë, atë të Shqipërisë Europiane. Jemi në përfundim të një fushate për mandatin e 4 të Partisë Socialiste. Ka qenë një fushatë, themi, shumë e bukur dhe me një mision të qartë, me atë të vizionit të Shqipërisë Europiane. Ky është mesazhi më i plot dhe më i qartë që kemi përcjell për gjatë gjithë ditëve të fushatës me të gjithë qytetarët, me të gjithë ata që kemi takuar, me të gjithë mbështetësit tanë dhe jo vetëm. Sepse e vërteta është që kjo është një fushatë që duhet na bëj bashkë të gjithëve si vlonjat pa dallim, të gjithëve si shqiptar pa dallim, sepse bëhet fjalë për Shqipërinë Europiane, për vizionin e qartë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në tryezën e madhe ku dinjiteti shqiptar, i flamurit shqiptar do të jetë atje ku natyralisht përket në tryezën europiane bashkë edhe me flamujt e tjerë. Ka qenë një fushatë ku të gjithë kandidatët e Partisë Socialiste kanë qenë në terren, kanë takuar njerëz pafund duke kërkuar mbështetjen e tyre dhe mbështetjen e tyre për Partinë Socialiste, për Edi Ramën dhe për të votuar numrin 5, të vetmen forcë e cila në fakt e vlerësojmë dhe e shohim që të votosh për Partinë Socialiste, të votosh për Edi Ramën, padyshim që sidomos për Vlorën është të votosh për zhvillimin, për besimin, për atë mirënjohje të investimeve të jashtëzakonshme dhe të transformimit fantastik që Vlora ka pësuar në vitet e qeverisë socialiste, ashtu siç do të vazhdojë edhe më tej me investime të reja, është një vot për misionin e madh të Shqipërisë 2030. Bello fton jo vetëm socialistët, por edhe qytetarët e Vlorës dhe më gjerë të jenë të pranishëm më 8 maj, ora 16:30 në Lungomare, në mitingun përmbyllës për të shprehur mirënjohjen kryeministrit Edi Rama, si dhe për të treguar se fitoria nis nga Vlora. Për të shprehur të gjithë këtë mirënjohje, të gjithë mbështetjen e përhershme, besimin e përhershëm që njerëzit i kanë dhënë Partisë Socialiste, njerëzit i kanë dhënë Edi Ramës, padyshim që të gjitha rrugët nesër në 8 maj, në orën 16:30 në Lungomare, të gjitha rrugët të çojnë atje, sepse ne do të presim kryeministrin e Shqipërisë, kryeministrin Edi Rama, për të bërë një miting përmbyllës për Vlorën, për të përmbyllur një fushatë të mrekullueshme dhe për të treguar edhe një herë që fitoria do të nisë prej Vlorës. Bashkëkryetaria e Partisë Socialiste të Vlorës Vilma Bello, në mesazhin drejtuar qytetarëve dhe socialistëve, thekson se është koha që 8 maj të kthehet në një fest për Vlorën. Le ta kthejmë datën 8 maj në një fest për Vlorën, në një fest për gjithë ne vlonjatët. Ndaj ftoj të gjithë, motra dhe vëllezër, qytetar vlonjat, bashkëpunëtor, miq, të afërm, me zemrën plot, të ftojmë këdo dhe të bashkohemi takimit madh përmbyllës me Edi Ramën për Partinë Socialiste dhe për numrin 5. Të gjithë nesër në Lungomare, nesër është një fest për Vlorën, nesër është një fest për Vlorën Europiane.